Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim tashmë për një ngjarje të rëndë regjistruar në Kosovë, ku babai ka vrarë vajzën dhe kam kolegun Kosovë Gjoci. Kosovë, të përshëndes, atëherë lutem tregoj gjithë detajet e kësaj ngjarje të rëndë. Përshëndetje tim. Po themi sot në mëngjes dikon rreth orës 5, pak më vonë, rreth orës 5, kemi pas një rast në rrugën Shot Galica në Prizren, ku një familje në këtë ndërtesën këtu mbrapa meje, e cila realisht është në ndërtim e sipër dhe ka vetëm pak familje të cilat banojnë këtu, ka ndodhur një krim i rëndë që realisht ka tronditur gjithë Prizrenin e gjithë Kosovën. Një familje e cila në bazë asaj çfarë na ka thënë edhe policia dhe prokuroria në Prizren është familje shtetase turke, pra nuk janë shqiptar, kanë disa muaj që kanë qenë në Kosovë me leje qëndrim të përkohshëm. Babai dhe gjithë familja realisht për atë sa kemi arrit kuptojmë, thimi nuk është se kanë qenë familje problematike, edhe sipas prokurorit realisht në asnjë moment deri më tani për atë sa kohë kanë jetuar në Kosovë, ato nuk kanë qenë në regjistrat e policisë për ndonjë rast kriminal apo qoftë për dhunë në familje, por megjithatë ka ndodhur kjo çfarë ka ndodhur, po bëhet fjalë kur babai me thik, pra me një mjet të pret, ka vrarë vajzën e tij 15 vjeçare, e cila ka vdekur në vendin e ngjarjes, ndërkohë që ka plagosur vajzën e tij tjetër 10 vjeçare, e cila ndodhet në QKUK në trajtim dhe sipas mjekëve të emergjencës në QKUK ndodhet jashtë rrezikut për jetë, ndërkohë që lëndimi ka mësuar edhe vetë Dorasi dhe bashortja, të cilët janë duke u trajtuar normalisht me duke u rritur edhe nga policia, po janë duke u trajtuar në spitalin e Prizrenit. Në bazë të asaj çfarë është thënë nga prokurori Petit Kryzeu, kryeprokurori i Prizrenit, pra deri më tash nuk dihen motivet, pra nuk është se kanë pas ndonjë rast kriminal, qoftë Dorasi, qoftë familja në përgjithësi, përfshi këtu edhe po them qoftë edhe rast dhunës në familje, ndërkohë që ai ka bërë të ditur se për këtë çështje janë kontaktuar edhe autoritetet turke për shkak se normalisht dëshirojnë që dinë se cila ka qenë e kaluara e tyre në këtë rast e Dorasit. Pak a shumë këto janë informacione në bazë asaj çfarë kemi marrë vesh